Në historinë shqiptare ka momente që janë heshtur me qëllim. Momente që nuk I gjeni në librat e shkollës dhe as në dokumentet zyrtare të regjimeve që sunduan për dekada. Por ekziston një raport sekret I CIA-s I hartuar në vitin 1953 dhe deklasifikuar shumë më vonë që flet për një periudhë të artë të shqiptarëve të Kosovës dhe një periudhë terrori që pasoi më pas. Si është e mundur që vetëm për 3 vite nga 1941 deri në 1944, Kosova përjetoi zhvillimin më të madh shoqëror, arsimor e ekonomik në historinë e saj moderne. Dhe më pas u fundos në një errësirë të frikshme komuniste. Nëse të pëlqejnë këto histori të fshehura që pakush I nje, shtyp butonin e pëlqimit, abonohu në histori epike dhe ndiz këmbanën që të mos humbasësh as një video të re. Në pranverën e vitit 1941, në Evropë po shpalosej një nga periudhat më të turbullta të shekullit të 20. Lufta e dytë botërore kishte përfshirë kontinentin dhe çdo fuqi kërkonte të zgjerohej. Më 6 prill 1941, Gjermania naziste sulmoi Jugoslavinë, e cila brenda pak ditësh u rrëzua. Shteti Jugoslav u shpartallua dhe territoret e saj u ndan mes forcave gjermane, italiane dhe bullgare. Në këtë vorbull pushtimesh, Kosova u ndan nga mbretëria e Jugosllavisë. Dhe shumica e saj u bashkua administrativisht me Shqipërinë, e cila në atë kohë ishte në ndikimin italian. Ky bashkim nuk ndodhi përmes ndonjë marrëveshjeje politike shqiptare, por ishte një produkt I rrethanave gjeopolitike të luftës. Megjithatë, për shqiptarët e Kosovës kjo ishte hera e parë pas dekadash që shihnin shpresë. Flamuri shqiptar valvitej në qytetet e tyre, shkollat hapeshin në gjuhën shqipe. Dhe kufi që dikur I ndanin, tani pothuajse ishin zhdukur. Italia fashiste e cila sundonte Shqipërinë që prej vitit 1939 e kishte interes të përdorte këtë bashkim për qëllimet e veta ushtarake e politike. Por pavarësisht motiveve të okupatorit, popullsia shqiptare e Kosovës përfitoi nga kjo periudhë të rësisht ndryshe nga ajo që kishte jetuar më parë nën Jugosllavinë mbretërore. Për herë të parë, shqiptarët ndiheshin të lirë të flisnin gjuhën e tyre, të organizoheshin, të tregtonin e të arsimoheshin. Raporti I CIA-s I vitit 1953 përshkruan me tone të qarta se shqiptarët e Kosovës përjetuan një nga periudhat më të qeta dhe më zhvillimore të shekullit të kaluar. Në atë kohë, barazia qytetare ishte një realitet. Shqiptarët, serbët dhe malazezët jetonin nën të njëjtin regjim dhe kishin të njëjtat të drejta. Nuk ishte përndjekje etnike sistematike si më parë, liria fetare ishte e garantuar, rendi publik ishte shembullor. Popullsia lëvizte lirisht drejt qyteteve të Shqipërisë për tregti e punë. Dyqanet në qytete si Prishtina, Prizreni, Mitrovica e Gjakova ishin të mbushura me mallra. Nuk ishte mungesë ushqimi, diçka që raportet e CIA-s e theksojnë qartë. Edhe pse lufta ishte në zhvillim në Evropë, tregtia lokale dhe ndër shqiptare lulëzonte. Tregtarët kosovar shkonin lirshëm në Shqipëri për të blerë mallra dhe I sillnin në Kosovë pa pengesa kufitare. Një nga ndryshimet më të thella të kësaj periudhe është edhe fusha e arsimit. Nga Shqipëria u dërguan me 10 mësues dhe intelektual për të ngritur rrjetin arsimor në Kosovë. U hapen shkolla fillore dhe të mesme në Mitrovic, Prizren, Gjakov dhe Prishtinë.
Në Prishtinë u themelua një shkollë normale e avancuar me konvikt për 500 nxënës, një arritje e jashtëzakonshme për kohën. U ngritën biblioteka të reja me literaturë shqip dhe u krijuan drejtori të arsimit publik. CIA shënon një fakt të veçantë. Në një periudhë shumë të shkurtër kohe në Kosovë u botuan më shumë libra në gjuhën shqipe se sa vetë në Shqipëri. Kjo është një dëshmi e fuqishme se popullsia shqiptare e Kosovës e pranoi me entuziazëm këtë periudhë. Në Mitrovic për herë të parë mësimi bëhej plotësisht në shqip. Nxënësit kosovar që deri atëherë ishin qenë të detyruar të mësonin në serbisht ose të mos mësonin fare, tani kishin arsim kombëtar. Mësuesit jo vetëm jepnin dije, por brumësonin ndjenjen kombëtare tek të rinjt. Përveç arsimit, u ndërtua një sistem i tërë administrativ. Gjykata lokale dhe institucione rendi që vepronin me rregull, polici lokale e organizuar që ruante qetësinë në fshatra dhe qytete, organizata rinore, sportive dhe kulturore. Bursa për studentët shqiptar që dëshironin të vazhdonin studimet në universitetet evropiane. Në raportin e CIA-s theksohet, kishte liri të plot fetare. Rendi publik ishte shembullor. Shqiptarët, serbët dhe malazezët mund të udhëtonin të pashqetësuar drejt qyteteve të Shqipërisë. Dyqanet ishin gjithmonë të pajisura mirë me mallra të ndryshme. I gjithë ky sistem kishte krijuar një gjendje që për shqiptarët ishte e paprecedent. Pas dekadave të errësirës, Kosova po merrte frym. Por kjo periudhë zgjati vetëm 3 vite. Në fund të vitit 1944, ndërsa Gjermania dhe Italia po humbnin luftën, në skenë dolën forcat komuniste të udhëhequra nga Josip Broz Tito në Jugosllavi dhe Enver Hoxha në Shqipëri. Me largimin e gjermanëve, pushtetin e morën brigadat komuniste të mbështetura nga slavët. Sipas raportit të CIA-s, komunizmi në Kosovë nuk kishte lidhje me doktrinat marksiste klasike. Ai ishte një instrument i urrejtjes slave ndaj shqiptarëve. Qëllimi ishte i qartë: të thyej populli shqiptar, të shuhej rezistenca, të merrej pasuria dhe të instalohej një sistem që s'linte frym. Shumë shqiptar nuk e pranuan këtë realitet të ri, kryengritjet shpërthyen në shumë zona. Në Drenic, Lap, Ferizaj dhe Gjilan u ngritën vullnetar të udhëhequr nga Ymer Berisha, Mullaj Driz Gjilani dhe Shaban Polluzha. Këto ishin beteja të pabarabarta, me armë të pakta kundër brigadave të organizuara komuniste. Në luftime ran rreth 600 shqiptar, ndërsa mbi 2500 forca slave u vran në përleshje. Për të shtypur rezistencën, komunistët përdorën edhe tradhti. Myftiu Asim Luzha u ftua në një takim paqeje, por aty u vra në mënyrë tinzare. Ky akt ndezi edhe më shumë zemërimin e shqiptarëve. Në mars të vitit 1945 ndodhi një nga ngjarjet më tragjike të historisë moderne shqiptare. Masakra e Tivarit, ku rreth 1600 shqiptar të Kosovës u pushkatuan nga forcat jugoslave. Pas shuarjes së kryengritjeve, Kosova u mbulua nga frika. Burgjet u mbushën me shqiptar. Në Prishtinë kishte gjithmonë mbi 1000 të burgosur politik. Në Nish 4000 nga 5000 të dënuar ishin shqiptar. Në burgjet famkeqe ekzistonin pavione të quajtura Ferri dhe Purgatori, ku të burgosurit torturoheshin dhe thyheshin shpirtërisht. Shumë prej tyre nuk dolën më kurrë të gjallë. Shërbimet sekrete OZNA dhe më pas UDB-ja krijuan një rrjet të gjerë spionazhi, duke ndjekur çdo individ që shprehte pakënaqësi. Edhe nacionalistët që kishin luftuar për lirinë e Kosovës përfunduan të arrestuar, torturuar apo vrarë.
Komunistët shkatëruan edhe ekonominë shqiptare në Kosovë. Me anë të kooperativave bujqësore ju morën bagëtit, prodhimet dhe tokat fshatarëve. Familje që dikur kishin bollëk, tani mezi siguronin bukën e përditshme. Edhe në ditë festash, shumë familje mbeteshin pa asnjë gjë në tryezë. Raporti i CIA-s thekson: fshatari që më parë kishte mjaftueshëm për të jetuar, përfundimisht u bë i varfër. Shteti i merrte grurin dhe në këmbim i jepte vetëm pak misër. Në vetëm pak vite, historia e Kosovës u kthye përmbys. Nga flamujt shqiptar dhe shkollat shqipe të vitit 1941, në burgjet dhe torturat e viteve 1945 e më pas. Nga librat shqip dhe mësues që mbjellnin dritë në heshtje, frikë dhe terror komunist. Ky kontrast i fortë shpjegon shumë nga plagët që Kosova mbajti për dekada me radhë, dhe është pikërisht kjo periudhë që shumë kush përpiqet ta kalojë në heshtje. 3 vite dritë përballë dekadave errësirë. Një periudhë ku shqiptarët pan për herë të parë çfarë do të thoshte të ishe i lirë në vendin tënd. Dhe më pas u përballen me burgje, masakra dhe shkatërim. Po të mos ishte ndërprer ajo periudhë e artë, ku do të ishte sot Kosova? A do të ishte zhvilluar ndryshe historia jonë? Shkruani në komente mendimin tuaj për këtë periudhë të harruar të historisë shqiptare. Ne jemi histori epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.